ndeshja e nesërme mes Serbisë dhe Shqipërisë do të transmetohet pa pagesë në televizionin Klan, nën komentin e drejt për drejt nga stadiumi Leskovacit të Alban Xhihanit, të cilin e kam tani në një komunikim të drejt për drejt. Alban, si shkoi udhëtimi dhe si duket atmosfera atje në Leskovac? Përshëndetje Redi, atmosfera është e qetë në Leskovac, udhëtimi jo dhe aq i qetë në mbritje. Patëm një kontroll të imësishëm, nuk e kuptuam arsyen. Kamerat, gjithë materialet kaluan në një kontroll, për vetëm arsyen nuk e kuptova kur dhe sepse zgjati rreth 2 orë e 30 minuta qëndrim në aeroport. Nuk na u dha asnjë shpjegim, ndoshta lidhe edhe me një lajm që qarkullon ndër mediat serbe për kapjen e një tifozi shqiptar apo një shqiptari që jeton në zonën në jug të Serbisë, që ishte kapur sipas tyre me flamujt e UÇK-s. Edhe pse personalisht më duket ndoshta një lajm më tepër i sajuar se sa i vërtet. Gjithsesi e kemi kaluar të incident, jemi në qendër të Nishit, atje ku akomodohet skuadra serbe, e cila do të kryejë seancën stërvitore të saj në stadiumin e Nishit, 1.2 kilometra nga qendra e Nishit, ndërkohë që skuadra shqiptare do të spostohet 45 kilometra më në jug për të bërë stërvitje në vendin ku do të zhvillohet ndeshja, pra në stadiumin ku do të zhvillohet takimi nesër mbrëmë. Skuadra kombëtare pritet vijë rreth orës 13:05 për të zhvendosur në një hotel që është shumë afër aeroportit. Në fakt, Nice Hotel, dhe më pas do të bëj zhvendosjen rreth orës 16 drejt Leskovacit, ku është parashikuar konferenca shtypit fillimisht dhe seanca stërvitore, ku media do të jenë të mundura të sjellin pamje për rreth 10-15 minuta dhe sigurisht do ta shfrytëzojnë këtë situatë. Mirë, atëherë, Alban, të falenderoj, është e qartë e gjithë panorama para ndeshjes. Ishim në lidhje të drejt për drejt me gazetarin tonë Alban Xhihani, i cili do të komentoj live ndeshjen e nesërme mes Serbisë dhe Shqipërisë që do të luhet në Leskovac.